Territori shqiptar për datën 21 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites në zonat malore lindore priten zhvillime të vranësirave, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me rreshje të shkurtra shiu dhe ndonjë shtrëngat të izoluar. Në pjesën tjetër të territorit moti mbetet i qëndrueshëm. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare në relievet malore lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë. Gjatë pasdites priten rreth 10 deri në 11 orë me diell. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:16 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 37 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 33 gradë. Peshkopi 19 deri në 31 gradë. Tiranë 25 deri në 36 gradë. Durrës 26 deri në 34 gradë. Kavaj 25 deri në 34 gradë. Elbasan 24 deri në 36 gradë. Berat 24 deri në 37 gradë. Korç 18 deri në 29 gradë. Vlorë 26 deri në 33 gradë. Gjirokastër 20 deri në 31 gradë. Sarandë 26 deri në 33 gradë Celsius.